Maturantët e qarkut të Korçës kanë zhvilluar provimin e dytë të maturës shtetërore, atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Kanë qenë 1838 maturant nga të gjitha gjimnazet e qarkut, të cilët janë nënshtruar këtij provimi. Testi ka nisur në orën 10 dhe ka zgjatur për 2 orë 30 minuta. Pas përfundimit të provimit, disa prej maturantëve e kanë konsideruar testin të lehtë dhe disa më të vështirë. Teza ishte në nivelit mesatar, ishin të gjitha çfarë kishin punuar, nuk patëm vështirësi dhe dolëm, domethënë majsa dolëm mirë. Shpresojmë që kjo të paraqitet edhe në rezultatet që do të marrim. Ishte pak e vështirë, po prapi e bëm. Ishte pothuajse të gjitha ato që kemi bërë edhe në mësim. Nuk ishte ndonjë gjë e madhe për kështu, po ishte. Ku patët vështirësi? Më shumë ishte në teksti i dytë, kishte shumë gjëra të ngarkuara, ishte edhe në gjuhë e vitit dhe kishte aty pak pyetje. Teza ishte pak e vështirë, them të drejtën, po që qofse përgatitesh do ja dalësh. Ku hasët vështirësi? Ishte më tepër te pjesa e ses, ishte pjesa e mendimit dhe shtjellimit të ides. Teza ishte shumë e thjeshtë. Pristim, domethënë që ishte pak më e vështirë se si për herë të parë për provimin e letërsisë. Personalisht mua dhe me shpëta ishte shumë e thjeshtë. Provimet e maturës do të vijojnë më 17 qershor me provimin e matematikës dhe do të përmbyllen më 24 qershor me provimin me zgjedhje.